Dashur qytetarë dhe tjetarë të Tiranës, të pranishëm në të sallë, për shëndetjet më të përzemërta, mirënjohjen më të pakufishme ndaj jush, ndaj demokratëve dhe demokratëve, qytetarëve dhe qytetarëve të Tiranës, për këtë përkushtim të jashtëzakonshëm që dëshmoni në këto momente historike për fatet e Shqipërisë, për fatet e kombit, për ekzistencën e këtij kombi si një komb me të ardhme. Mbar kombi shqiptar i ka sytë tek ju, i ka sytë tek Tirana, e cila është zemra dhe truri i kombit. Në këtë kuadër, kur nofta një mision kaq të rëndësishëm nuk ka patur secili prej nesh, unë kam shumë nder dhe kënaqësi të paraqes sot para jush 3 përfaqësues të shkëlqyer, dinjitoz, tuajt dhe të qytetarëve të Tiranës, 2 zonja të nderuara dhe një zotëri, zonjen Erisa Bajaziti, e rritur jashtë Shqipërie, e shkolluar dhe mirë vendosur në botën akademike të vendit ku jeton, por thirrjes së vendit të vet, thirrjes së kombit të vet, ju përgjigj la çdo gjë dhe erdhi me vullnetin më të mirë për të përfaqësuar ju në parlamentin shqiptar, zonjën Elda Zhulari, njëna vajzat, nënat, motrat, bashortet, shqiptare, që u shkollua jashtë, por zgjodhi që të gjithë energjinë, të gjithë projektin e saj, t'ja kushtoj Shqipërisë, të kthehet dhe të ndërtoj këtu jetën, të ndërtoj ëndrrën e vet dhe të luftoj për realizimin e saj. Elda Zhulari ju ka përfaqësuar një zërin një të botë. Akil Kraj, i përfaqësues dinjitos i brezit të tij, i cili pas shkollimesh në shkollat më të mira, ofertash nga më të shumtat, zgjodhi Shqipërinë, zgjodhi Partinë Demokratike. Dhe të 3 këta, do të themi të vërtetën, në momentet më të para të agresionit ndaj Partisë Demokratike, qëndruan të vendosur, qëndruan në këmbë në një betejë që tashmë i bën nder çdo shqiptari, çdo demokrati. Të dashur miq, ne jemi, i dashur Belind, udhëheqësi politik i Tiranës, i dashur kryetari Degës,
Do të shpreh nderimin më të madh, vlerësimin më të lartë dhe mirënjohjen për udhëheqjen që ju po i bëni kësaj fushate elektorale në Tiranë si udhëheqës politik dhe keni arritur me vendosmërinë tuaj të krijoni një dallim të madh midis kësaj fushate shprese, fushate besimi, fushate që ecën drejt fitores, krahasuar me fushatën tjetër, të cilit ja thanë sheshin edhe socialistët nuk i dolën. Të dashur miq, Partia Demokratike vjen në këtë fushat, vjen në këtë betejë realisht e provuar më fuqishme se kur në ekzistencën e saj. Asaj ju imponuan në mënyrën më të padrejtë, më absurde, nga ata të cilët janë armiq të egër të vlerave, nga ata të cilët janë armiq të më të egër tanë, të qenjes tonë, të qenjes të kombit tonë, të dignitetit tonë, ata të cilët kanë frymëzim ekstremizmi të majtë, ata të cilët për karrigën dhe pushtetin e tyre janë gati të bëjnë gjithçka, të mbulojnë Shqipërinë me drogë, me helme, me çdo gjë. Ata të cilët për karrigën e tyre burgosin opozitën, përpiqen të shkallmojnë pluralizmin. Ata të cilët zhdukin në mënyrën më të paimagjinueshme në afera korruptive qindra milion euro taksa tuaja. Ata të cilët nuk ngurojnë të shumëzojnë me zero 760.000 shqiptarë, ti denojnë me varfëri të skajshme. Vetëm se duan të vjedhin në mënyrën më të papërmbajtur. Këta armiq Këta armiq 12 vite në pushtetin e Edi Rama largoi nga Shqipëria të ri shqiptar dhe qytetar shqiptar nga 2014 në 2023 sa asnjë pushtim që nga pushtimi otoman gjerë sot, sa asnjë smundje, sa asnjë fatkeqësi. 1.099.000 shqiptar vetëm në hapësirën e Schengenit, i 600.000 të ri. Miq, e rrokullisi kombin ky. Ram sot në treguesit demografik të vitit 1960. A mund të imagjinoni ju? Humbëm materjen kombëtare të krijuar në 85 vite. A
asnjë kombë nuk kapsuan nga asnjë luftë civile apo botërore apo rajonale këtë që pësuam ne nga ky regjim. Po pse mor? Në 2013 Shqipëria nuk ishte parajs dhe nuk ishte një vend i mkamur plotësisht. Po ishte një vend me shpresë dhe numri shqiptarëve po rritej nga viti në vit. Po rritej nga viti në vit. Shqipëria nuk ishte një vend i mkamur, të themi, por ama Shqipëria doli nga hornet e historisë raport me varfrin. Kishte ardhur në 10 edhe shekuj dhe vite si vendi më i varfër, si vendi në grupin e vendeve më të varfra të planetit dhe arriti në 2008 të dalë si vend në grupin e vendeve më të ardhura të mesme të larta dhe arritëm të kemi rrogat më të larta dhe pensionet më të larta në rajon. Kjo ishte krenari kombëtare, ja u them unë ju, sepse nuk kishte pse të ishim ne njerëzit më të keq paguar në një kohë kur ne në këtë tokë, në këtë vend, kemi pasurit më të mëdha, më të paqmuara se çdo vend tjetër. Pra, një mekanizëm u vendos në këtë vend. U vendos një mekanizëm i cili bënte të mundur rritjen e përfitshme të rrogave të pensioneve. Bënte të mundur ndarjen nga ajo trashëgimi e rëndë e prapambetjes me rrugë që vinin nga mesjeta, shumë prej tyre, u ndryshoi infrastruktura. Turizmi që flasim sot, nga 300.000 që ishin vitin 2004, arritën në 4.700.000 në vitin 2013. Pra, e lam pushtetin në një Shqipëri me shpresë, në një Shqipëri që shqiptarët i besonin, në një Shqipëri që 2 vitet e fundit u rikthyen 180.000 shqiptarë nga Shqipëria. Çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi, miqtë e mi? Pse shqiptarët zgjodhen të braktisin këtë vend të bekuar? E para, ata u përjashtuan nga parat që krijonin me taksa dhe tatimet. Parat që ky dyfishoi taksa, dyfishoi tatimet, në vend se t'ja u kthente dy fish ju, t'ja u kthente pensionistëve, t'i kthente në rroga, jo, i ngriu rrogat, i ngriu pensionet, po jo rrogat e larta. Rrogat e larta i rritin në mënyrë të pamëshirë. Po pse them unë në mënyrë të pamëshirë? Po, kudo në botën qytetërore, ka një në sektorin publik, shtetëror, ka një raport midis rrogës më të lartë, që është rroga e presidentit si rregull, dhe rrogave të mesme apo të ulta. Dhe ky raport në rrogën e mesme shkon 4-5 herë. Në Shqipërinë e Edi Rams, ky raport u bë 10-12 herë. Sepse çfarë ndodhi? Qytetarët para në sytë e këtyre pushtetarëve filluan të zvoglohen, të duken gjithnjë si qenje të paransishme, kurse vetë të grumbullohen rreth njëri tjetrit, të pasurohen, të grabisin, të plaçkisin pasuritë tuaja. Dhe për fëmijët tuaj mos mjaftoj sofra dhe detyrohen nënat, baballarët t'u thonë fëmijëve, nisu rrugëve të botës, pa fatin tanë, nuk del kjo, nuk arrim këtu. Çfarë ndodhi? Dhe në këtë mënyrë shqiptarët u larguan, kurse këta çdo muaj
çdo vit e më shumë duke vjedhur parat tuaja, parat që nuk ja u kthenin ju, dhe që i mirën nga ju për taksa. Nuk gjen një vend, nuk di s'kam lexuar kur, që kryeqyteti të prokuroj djegësin për mbetjet, të disbursohen nga buxheti i shtetit 130 milion euro, dhe të mos ekzistoj një tull aty, miq. Ja u them këtu. Kjo është kaos, kjo është shkak për çdo përmbysje. Nuk ka më të paftyr, nuk ka më amor. Nuk te kalon çdo lloj imagjinate që ju të paguani ndërtimin e djegësit 130 milion dhe pas 6 vitës mos ketë një tull aty. Dhe njeriu që ju e përcollën atje ku ka vendin, Erion Velin, mos guxojnë ta thrasin një herë të vetme pikërisht për 130 milion të zhdukura, po a di sa janë 130 milion? Janë 812.000 pensione.